Para se të ekzistonin pijet energjike, proteinat pluhur apo edhe smoothit luksoz, ishte një pije thjesht, natyrale dhe shumë e shëndetshme e quajtur nebidh. Ai është një pije tradicionale bërë nga hurmat ose rushi i thatë, të cilat vendosen në ujë të pastër për disa orë. Uji i thith ëmbëlsinë dhe vlerat ushqyese të frutave, duke e kthyer në një pije të lehtë, të freskët dhe të shëndetshme. Kjo nuk është thjesht një pije e zakonshme, është pija që e ka pirë vetë profeti alayhis salam. Ai e pinte atë si një pije ushqyese të pasur me energji, sidomos gjatë mëngjesit ose në udhëtime. Çfarë është në të vërtetë? Fjala nebidh vjen nga arabishtja dhe nënkupton diçka e zhytur në ujë. Hurmat ose rushi i thatë zhyten për disa orë derisa uji të marrë shijen dhe aromën e tyre. Por një detaj i rëndësishëm është se kjo pije nuk duhet lënë më shumë se 24 orë, sepse pas kësaj kohe fillon fermentimi dhe pija mund të kthehet në diçka alkolike. Si përgatitet ky lëng? Merr disa hurma ose rush të thatë, të pastra dhe të cilësisë së mirë. Vendosi në një gotë ose enë qelçi me ujë të ftohtë të pastër. Lëri të qëndrojnë prej 8 deri në 12 orë në temperaturë dhome dhe pastaj kullojini dhe pije lëngun, është i freskët, i lehtë dhe me shije të ëmbël natyrale. Por cilat janë vlerat dhe përfitimet e kësaj pije? Ajo përmban energji natyrale që vjen nga sheqernat e hurmave, ndihmon trupin të qëndrojë hidratuar dhe i freskët. Është e pasur me vitamina dhe minerale si kaliumi, magnezi dhe hekuri. Ndihmon tretjen, qetëson stomakun dhe pastron trupin nga toksinat dhe gjithashtu përmirëson kujtesën. Pra nëse sot mes zhurmës dhe shpejtësisë moderne gjejmë pak kohë për të përgatitur një gotë nebidh, atëherë kemi bërë një hap të vogël drejt rikthimit të thjeshtësisë dhe qetësisë që solli suneti.